Kandidati për kryetar të komunës nga PDK-ja Shaqir Tota i bashkëshoqëruar edhe nga bartësi i listës Kujti Mugashi si dhe kandidat për asambli. Në Arban u pritën me entuziazëm dhe besim të plot. Banorët e Arbanës u bashkuan sonte për vizionin e Prizrenit modern dhe zhvillim të vazhdueshëm. Lejoni që përshëndes praninë e kryetarit aktual dhe kryetarit të arshëm të komunës, zotit Shaqir Tota. Dy kandidatëve të lagjës Arbana, profesoreshën Samire Qoqaj, edhe një aktivist tonin të hershëm të Rinisë Demokratike të Kosovës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Arjanit Berisha. Po ashtu po du me përshëndetje kemi një kandidat të lagjës i cili jeton dhe vepron në Zvicër dhe sot nuk është natyrisht mesin tonë, sepse besoj ka shku me mbjellë në i vot atje, Begjet Gashin. Kandidat të cilët janë pjesë e listës tonë garuse, pjesë e listës fituse që janë këtu në rresht parë, dhe po ashtu po du me kemi sot emrat mëdhenj se lagjët të cilët i kanë dhënë shumë Kosovës, e në mesin e të cilëve është edhe Xhamali Berisha. Kandidati për kryetar të komunës nga PDK-ja Shaqir Tota i bashkëshoqëruar edhe nga bartësi i listës Kujti Mugashi si dhe kandidat për asambli. Në Arban u pritën me entuziazëm dhe besim të plot. Banorët e Arbanës u bashkuan sonte për vizionin e Prizrenit modern dhe zhvillim të vazhdueshëm. Kjo lagje ka qenë gjithmonë pjesë e rrugtimit ton për një qytet që ecë përpara me punë e rezultate. Tha Totaj, kur secili nga ne punojmë në vendin e vet, ashtu siç e plotësojmë mozaikun e punëve të mira. Arbana gjithmonë ka pasur proces se unë e më mend asamblejistët suksesshëm edhe të zahtshëm. E falenderoj Dafinën për kontributin, po tash kemi këtu dy talenta pak më të ri që janë, ku secili është më i mirë se tjetri dhe jam shumë i sigurt që Arbana ka vota për të dy këta, edhe do të jenë zëri i juaj edhe ky talenti s'ka më lënë vendin për një dy projekte. 2021 kemi kërku besim dhe ka qenë dashur që kredibiliteti i ynë, i jemi edhe i kandidatëve tjerë si persona, me qenë garancioni mjaftoshëm për më na dhënë besimin, të cilin besim e kemi marrë për juve edhe për shumë tjerëve, edhe atë besim e kemi shfrytzuar në mënyrën më të mirë të mundshme për shkak se performanca jonë gjatë këtij mandati 4 vjeçar ka qenë relativisht e mirë. S'po tham shumë e mirë, le të thonë tjerë, po relativisht e mirë. Kur tham këta kam parazysh dy kritere, dy argumente. Projektet infrastrukturore disa që kanë bënë me Arbana në përmendje Arjaniti, po ka indikator të matshëm të performancës, të cilat matje i bën agjencionet e specializuara, edhe në bazë të atyre indikatorëve të matshëm, edhe shumë profesionalisht të nxjerrur, komuna Prizrenit është komuna më transparente në aspektin e transparencës buxhetore. Është komuna më transparente nga aspekti i transparencës përgjithshme. Është komuna e cila e ka pas performancën shumë të mirë, prandaj edhe ka fituar grantin e performancës në vlerë prej 2.050.000 euro, përmes të cilit grant na i financojnë 5 projekte. Këto janë bërë sipas matjes KDI-s, sipas matjes Ministrisë Administrimit Pushtetit Lokal. Në 2011 ne kemi pas 51 pikat performancës, tash kemi 83. Kemi qenë vendin e 14-15 për ka transparenca, tash jemi në të pare. Diku 85% të premtimeve i kemi trajtu, 66% janë përfundu, veç 15% kanë mbetë pa fillu. Edhe këto indikator e rradhisin komunën e Prizrenit me një nivel shumë të mirë të performancës. Edhe kjo performancë, si në aspektin e projekteve infrastrukturore, si në aspektin e indikatorëve të matshëm performancës, ka ndodhur për shkak të mentalitetit të punës ekipore që e kemi zhvilluar në gjatë këtij mandati 4 vjeçar. Ja nismi numëru projektet janë shumë, veç një element për ju përkujtoj për ata që nuk e dinë. Prizreni është i zgjedhur qyteti evropian i sportit për vitin 2026.
Kurse kuvendari i kësaj lagje, Arjanit Berisha, në këtë rast ka premtuar se nëse e fiton këtë garë, ai do të jetë edhe zëri i kësaj lagje, si dhe po kështu do të mbetet fryma e këtyre banorëve. Me fillu me këtë fjalim në mesin e shumë emocioneve me një kujtim të bukur, pikërisht nga ky vend. Jo në këtë objekt, por në objektin e vjetër të shkollës në vitin 2001, ku për herë të parë pata mundësinë të drejtohen publikisht kësaj lagje, atëherë si një 10 vjeçar me një recitim për ditën e shkollës. Në atë kohë, ky objekt modern nuk ka ekzistuar. Rrugët i kemi pas të pa asfaltuara, kanalizim nuk kemi pas, shërbime elementare nuk kemi pas, pothuajse nuk kemi pas asgjë. E aq më pak t'i ketë shku mendja dikujt në kësaj lagje, se pikërisht në lagjen tonë ka me kalu një autostradë që do ta përshkon tepër te Kosovën. Gjeneratat që vinë pas meje, e që nuk i kanë përjetu këtë vështirësi, por edhe gjeneratat më të vjetra, nuk duhet me harru faktin se krejt këto projekte janë kry në 20 vitet e fundit. E që i bie që në këtë periudhë Arbana, Prizreni e Kosova është zhvillu shumë e nuk është shkatru si që propagandojnë disa. Është turpi madh me mohu mundin dhe kontributin e secilit që e ka dhënë gjatë kësaj periudhe. Si për çudi, të njëjtit, edhe në këto ditë fushate, propagandojnë që në Arbanë nuk është punu. Sikur po harrojnë që premtimi i parë i realizuar nga kryetari Totaj ka ndodhur pikërisht këtë lagje, pra lirimi i rrugës tranzitit, e që është projekt që e ka ringjallë ekonomikisht një pjesë të rëndësishme të kësaj lagje. Unë kandidoj si asambleiste në këtë garë, pasi që kam parë një qeverisje transparente, një qeverisje të mirë që kryetari Shaqir Totaj ka bërë gjatë këtyre 4 viteve. Unë që 9 vite jam banore e kësaj lagjeje, se më përpara nuk kam jetuar këtu, por tani jam e martuar këtu, dhe dëshiroj ta jap kontributin tim në mbështetje të gjithë banorëve të cilët janë në këtë lagje. Andaj bashkë mundemi shumë më shumë u tha në këtë takim.